ne thot që punojmë në furr, thot punojmë natën dhe flem ditën. Si t'ja bëjmë për me fal namazin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah për të madhët Allah, i cili ka thonë në Koran, inna salata kanat alel mu'minina kitaban mawquta, me të vërtet namazi për muslimanët është i definuar në kohë të caktuar. Edhe këtë definim, kjo kohë e caktuar është spjeguar në detaje prej Gjibrailit, melaqës Gjibrail, i cili ka ardhur të pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe ka thonë qau, falu në fillim të kohës së sabahut, pastaj është ngrit, ka orë në fillim të kohës drekës, ka thonë fale dreken, pastaj është ngrit, ka orë sërish fillim të kohës të qindis, që fale qindin, akshamin, yatsin, kështu me radhë. Të nesërmen, ka orë në fund të kohës të sabahut, pak para se me lind dielli, kohën e drekës, pak se para se me kalu kohë e drekës, pak para se me përëndu diellin kohë të qindis, aksham dhe yatsi. Edhe në fund ka thonë, ma bejnë hadhejnë waqtun leke wali ummetike, në mes këtyre dy pikave që e falem namazin bashk, është kohë e definuar, e caktuar prej Zotit për ty o Muhammed alayhi salam dhe për ummetin të deri në kiamet. Dhe kjo punë është e kryer. Namazi është definuar në kohë të caktuar, me përjashtim raste shumë specifike, të cilat i ka përjashtuar ligjëdhënësi, e që është pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë rast, çështjen e namazit musafirit të udhëtarit, i cili lejohet të bëj bashkë, çështjen e namazeve në luftë, çështjen e namazeve kur është njeriu i smut, shumë i smut, dhe dhimbjeve të mëdha, nuk mundet me fal namazin me kohë, andaj lejohet me bë dreken me qindin bashkë në cilën do kohë qoftë, të drekes apo në të qindise, dhe me bë akshamin bashkë me yatsin, qoftë në kohë të akshamit apo në kohë të yatsis. Për ndryshe, pse je duke punuar, e pse je për gjumsh, e pse je duke mësuar e tjerë, nuk ka arsye namazin mos me fal me kohë. Pra, pyetësi i cili deklarohet se punon në furrë të bukës, edhe çfarë do punë tjetër qoftë, e që i bie me najton natën zgjuar, zgjut pa fjetë, e pastaj ditën me fjetë, kjo as pak nuk është arsye me la namazin. Sepse ai sabahën mund me falë ende pa fjetë, e para. Mundet me falë ende pa fjetë. Prej sabahut, kërë falë namazin e sabahut të azami, në 4, gjys 5, në 5, deri 1 hëndreka, 2, 3, 4. Në 4 e gjysin e qindia. Deri në 4 me fjet, ajo një gjumja bëhet budall, trullohet krejt. Që të në fletë ma shumaj. Para, qohet e falë namazin, para se më kalu kohë e drekës. Po nëse flehet apet, nëse e nalëm, dhe flehet apet mas namazit drekës, pa namazin qohet a falë bile farsin. Po.